Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar edhe të bukur. I ftuari im sot, unë e quaj është një i ftuar special. Ai ka një formim të lartë artistik dhe mban titullin profesor i muzikës. Është një ndër instrumentistët e jetës koncertore, e skenës koncertore, por është solist në instrumentin e kontrabasit. Është Shkodra është vendi i lindjes, por edhe i ecurive të para i shkollës së muzikës, sot shkolla e muzikës Prenjakova, shkolla artistike Prenjakova. Prej 38 vitesh, ai është pedagog në Universitetin e Arteve në Tiranë. Dhe nga duart e tij ka nxjerrë 10 instrumentist. Ka një ecuri shumë të mirë në botimet e tij pedagogjike për instrumentin e kontrabasit, por këto janë vetëm disa nga ecuritë e tij. Të tjera do t'i zbulojmë në bisedën tonë. Me mua, sot në studio, është profesor Arben Basha. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio. Gjithashtu Rita, edhe për mua është kënaqësi e veçantë, realisht shumë e veçantë dhe në shumë kënaqësi jam sot këtu. E vlerësoj shumë ardhjen tuaj. Për shumë faktor, për figurën tuaj shumë dimensionale, për atë lidhje që ju e mbani me Shkodrën vazhdimisht, për atë vlerësim që më keni bërë dhe mua që erdhët sot në programin tim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vetëm pak ditë më parë, miqt tuaj, por edhe të artit në Shkodër, kanë realizuar një veprimtari në bibliotekën Marin Barleti, konkretisht Qamil Gjyrezi, Anton Kaftalli, por të tjerë aktivitetit tuaj. Në këtë rast njeriu ndjen jo thjesht një zonë komforti në ecurinë e tij, por edhe një mundësi për të komunikuar me ato hapa që patjetër kanë pasur vlerë dhe kanë lënë gjurmë dhe kujtime shumë të bukura, apo jo? Vërtet, para një jave, në kolegët e mi, apo miqtë e hershëm, si profesor Anton Kaftalli, profesor Qamil Gjyrezi, më ftuan pasi kishim një periudhë të gjatë komunikimi për të bërë një panoramë mbi aktivitetin tim personal, por edhe atë që ato mendojnë se unë profesorja. Kanë vështrimi i tyre sigurisht ishte jo vetëm një lëvizje, një rrugtim panoramik, që është kaq të thjeshtë, ajo mund të zbulohet nga gjitha, apo as sa dihet. Por ideja e tyre ishte mjaft interesante. Një nxitje e bukur e brezave të kohës sotme, një simbolik e bukur që të krijojnë kashi brezave të ri, kashi nxënësve të shkollës muzikës, kashi muzikantëve të ri në formimin e tyre, që në këtë periudhë, aq më shumë në këtë periudhë theksoj, kanë shumë nevojë të shohin modele të sakta, modele të suksesshme, pse jo, të marrin nxitje. Pra, ajo shkollë, pjesë e cilës me krenari jam edhe unë, të kuptojnë që kanë nxjerrë shumë elemente të tillë. Që është e vërtet. Dhe pra çdo gjë ka nisur atëherë kur një djalë i vogël në atë kohë, 6 apo 7 vjeç, tjetër që i shoqëruar, sigurisht, shkon në shkollën e muzikës. Aty gjen hapat e parë. Këtu je në këtë foto pak më vonë. Shumë si nuk gjeta asnjë një foto në piano, por gjithsesi, ndoshta një ditë mund të harrohet, por ajo çfarë ndjen në ecuri është e pashmangshme. Ajo që e mbush me emocione një periudhë të caktuar është vërtet mbreslënëse, apo jo? Në pamje parë duket sikur sa kohë ka kalu, edhe vërtet janë shumë vite, janë vërtet. Por, për çdo njeri, për çdo fëmijë në veçanësi, periudha e
hershme veçanërisht kontakti parë me klasën e parë me procesin e shkollimit, moshës që kalon nga fëminia e kopshtit, por direkt është në një indisiplinim që quhet, një disiplinim të mirë, po me detyrim, është e paruar. Edhe për mua sigurisht është shumë e freskët. Pse jo, mos nuk egzagjeroj kur e kujtoj me shumë herë. Por asgjë po thuaj nuk është edhe krejt edhe rasisme. Sepse në qytetin ton, siç dihet, përveç shumë traditave që ka apo historisë të madhe që ka ngjarje të përgjithshme, kulmore, të fuqishme, po edhe nga pikpamja e artit, ka ngjarje të mëdha dhe këto sigurisht kanë lënë gjurmë. Për rrjedhoj, edhe unë, familja jeme, si shumë në Shkodër, nuk mund të ishin larg muzikës, larg artit. Për shembull, një da jemi ndjerë, luante në filharmonik, sigurisht si shumë amator të asaj kohe. Luante, kishte grup muzikor, lueshin në disa ambiente lokale, pastaj më vonë edhe deri në disa ndërmarrje. Dhe për mua për kohën, edhe jo vetëm për kohën, por besoj që ka luajtur shumë mirë, ka pas aktivitet. Magjike, ha? Por unë një fëmijë i vogël, eksakt, ajo është momenti dhe impakti shumë i parë, njëkohësisht edhe nëse mund ta quajmë domethënë, zbulimi i Dajsten dhe kolegëve me cila i lunte dhe i thoshin, sigur ky ka shumë vesh, ky fëmijë shumë i kapshëm, ky mban ritëm që marr sheqer. Dhe kujtoj me shumë kur ato nxitën dhe ai u bë sigurisht nxitësi që po do ta çojmë në shkollën e muzikës. Edhe ashtu u bë. Po ju ishi vogël atëherë nuk mund të luani kontrabas as që mendoni jemi në moshën 95 deri në 6 vjeç. Kërishë se tush arsye të parë. Si ofrohet tek tastiera e pianos? Në mënyrë graduale, pastaj me të shoqëruar në konkurs që zakonisht ishte. Konkursi pranimit. Po, me konkursin e pranimit, që kujtoj edhe sot, po prap, edhe kam kënaqësinë që ti përmend, ato njerëzit që kanë direkt atëherë, që nuk jetojnë, po jetojnë shumë në memorien, jo vetëm të jemi, por shumë brezave të mi, janë edhe në themelusit e shkollës muzikës, ishte profesor Noc Shlaku, profesor Gjon Kapitani, e Robert Pendushi që është akoma dhe cilin edhe përshëndesë profesor Robert. I kujtoj shumë mirë në prezencën e tyre në ato kontakte të dhe me njëherë ato nuk e zgjatën, por me njëherë. Për timën e saj, për gjendje që i krijon, për atë që është kaq i vjetër në kohra, për atë që kaq shumë kompozitor, kaq shumë të njohur, gjeni të muzikës kanë shkruar, edhe dërgon. Kontakti për momentin e parë ishte në limitet e një fëmije kurioz, edhe me një lloj dëshire se çfarë do bëhet, po sigurisht pa. Kurse në vazhdimsi, këtu ishte një dualizëm i fortë. Çfarë dualizmi ishte? Krahas dëshirës që kishim për të studiuar, për punu, por ishte edhe një paralel të quaja në moshën, jemi në vitet, në moshën 7 deri në 10 vjeç, ku paralel ecën edhe fëmia që ka dëshirë të luajë, fëmia që dën të lirë, fëmia që nuk e ka kollaj që të jetë i disiplinuar me orë të shumta. Dhe ju e mani mend, sepse kemi nda bashkë për i periudhë dhe
një dhomë studimit të pianos. Kështu ishte atëherë, me orare të caktume, nga kjo orë deri në këtë orë, një nxënës, më pas vinte një tjetër, dhe ishte një atmosferë shumë e bukur bashkëpunimi. Pikërisht, edhe kjo që më bën të kujtoj që unë me sa duket nuk arrita ta ndaj mirë këtë ekuilibër. Këtë periudhë nga oraret. Me të gjitha mundësitë që t'jep ajo. Ishin paralelisht, le të themi, pra orat e studimit, por edhe orat e lëvizjes e dëshirës për të luajtur. Bile kujtoj me shumë respekt edhe unë një profesorin e vjetër që një gjithmonë i thonim zotni, mësuesave kurmet e etiketimin e saj, sepse ashtu ishin. Zotni Nino Saracin, cilën kam pas fatin, se dhe mëso kujtoj edhe dhe e kishim respekt. Në këtë kontekst ai edhe tjerë më vonë sigurisht na dhanë shumë. Nuk na dhanë vetëm mësimin e pianos. Na dhanë disiplinën e bukur, na dhanë modalitetet e duhura se si duhet të bëhet, se si duhet studiojmë, se si duhet punojmë. Pavarësisht se unë i mosh të thash caktuar ishën në këto. Po ju ishit një fëmijë talentum, se përndryshe do të kishi shkputur nga muzika, do të kishi shkuar tek futbolli apo tek tjetër, nuk e di. Por muzika ju ka tërheq dhe erdhi një moment që thatë muzika është rruga ime me piano apo me një instrument tjetër, siç është në atë moment ju vendosët për kontrabasin, unë do t'jem me artin dhe muzikën. Apo jo? Është vërtet. Gjatë këtij rrugtimit të pianos, me shumë të drejtë e ceket, edhe unë e kujtoj që vërtet mund të kishe lëviz për momentet ato gjendjet emocionale me cilet niset fëmia, mund të kishe lëviz, edhe sepse siç më thonin, kishe talent edhe për futbollin. Cilën akoma e kam pasion. Tashi për ta pa. Dhe në këtë pikpamje, në këtë kohë të studimit pianos, sigurisht koha e lojës ishte mbase nga njëherë më kalonte mbi kohën e studimit. Dhe kjo sigurisht kishte kostet e veta. Edhe një periudhë që zoti Nino që thash, apo edhe me mësues tjerë, shumë dashamirës, me të cilët ato ndanin po këtë ide që është shumë talentuar dhe duhet të vazhdojnë. Por bas edhe të shikohet pak vazhdimësia. Dhe për hir të vërtetës vendosen ato. Ishte në këtë rast profesor Rafael Shabani, të cilën kam flasim respekt dhe nderim. Shumë dhe mund të flas pak më tepër më vonë, i cili pastaj insistoi që të më kalonte në instrumente kontrabasit, me që do fillosh një instrument nga fillimi, siç fillonin instrumentet e frymës. Dhe me idenë që ky është shumë i talentuar. Këtu sigurisht mund të ketë dhe ka boshllëqe të caktuara që nuk e dihet, por këtu do ta marrë nga fillimi dhe do ta bëj me dorë mos. Ishte një sfidë e tij personale që faktikisht u realizua me sukses. Pavarësisht se në një moshë jo fort serioze, siç është fëminia, rinia e parë, adoleshenca, ju duket se hyt në një rrugë shumë serioze në studimin e një instrumenti të ri. Jo pas sfida, sepse tastiera e pianos ka tjetër impostim dhe instrumenti me ark dhe kordofon është tjetër impostim. Si keni kalu këto gjana duke marrë seriozisht një rrugë që nisi me një shkëndi dhe që mori pastaj një zjarr të madh, ashtu siç është rruga juaj? Po, e vërtet, ndryshimi ishte i thellë. Janë, si që përmendet, janë veglat e instrumente me hark apo me tastier. Momentet e para sigurisht kishe një pasiguri, besoj frikë, pse jo, ndërvetje për ndryshimin, mbas edhe një vrasje ndërgjegje, kështu më duhet që i u largova ma piana. Shkonit në herë, luanit në gjallë. Sigurisht. Biles në këtë pikpamje, në semestrin e parë, që unë hyra në kontrabas,
me qenë se nuk arrita të bëjnë një, themi, apo dhe më mrapa nuk arrita të bëjnë një gjë konkrete, unë dola duke shëshu edhe nxënësit e mi, kolegë, i shëshova në piano. Po ju dha një besim të jashtëzakonshëm, apo jo? Po sigurisht, ishte një plus i madh, por në njëjtën kohë bëni atë që unë me sa duket në mënyrë o të pavullnetshme ose edhe të vullnetshme, unë ndalova. Dhe ndodhi ajo që quhet një lëvizje ose një ndryshim 360 gradë. Ku konsiston? Këto janë, ju morët çelësin e suksesit tuaj në dorë. Nga një fëmijë që kaloi tashmë, me sa duket vjen një moshë që njeriu domethënë bashkë me rritjen e viteve, bashkë me moshën, rrit edhe shkallën e ndërgjegjësimit, rrit shkallën edhe të përgjegjësisë. Dhe në mënyrë krejt natyrshëm, nga para disa muajve që etiketimi që më bashkë nga mësuesit, si një fëmijë shumë i talentuar, si një djalë i talentuar, por edhe lojcak. Pa ishte gjithmonë ky lejtmotiv, atëherë u kthye kundërta. Ky një shumë i talentuar, po ky po shumë punëtor. Ju lutem edhe një herë regjia, bllokun e parë njëshi fotot sepse i përkasin pikërisht shkollës mesme, kur instrumentisti Arben Basha është tashmë instrumentist i kontrabasit. Është një foto në orkestrën e shkollës, me dirigjentin, ty janë me kolegë Anton Kaftalli, ja dhe zotni Nino aty në piano, Visar Balak, i cili është edhe ky një diçka shumë breslavse, bukur. Le ta lëmë sfondin, nuk e diskutojmë sepse i përket viteve 80, diçka e tillë. Gjithçka i mirë në vitet. Vazhdojmë me foton tjetër sepse është shumë e bukur. Edhe kjo është një moment interpretimi në hallin e shkollës muzikës, aty ku në atë kohë kishin fillu dhe unë ndërtuan disa aktivitete që quheshin ora muzikore. Po, kemi prapë foto të tjera, madje aty me një grup nxënësish, me profesor. Po, këtu desha të ndalem pak, sepse është na stoponi pak këtë foto, sepse ruan kujtime. Është fotoja më signifikative për mua. Është më e pa që unë e maj në raftin e klasës në shkollë ku jam. Në Universitetin e Arteve. Në Universitetin e Arteve, e maj në klasën kontrabasit, e kam edhe në shtëpi. Dhe maj gjithmonë, edhe sigurisht edhe në mendje. Pse? Këtu është gjithë klasa kontrabasit masi kishte marrë një formëzim shumë të mirë. Do të thotë kishin ardhur nivele shumë të mira. Unë jam aty në vitin e 4, jam në krahun e djathtë të profesorit. Dhe aty jemi në vitin e 4, unë. Dhe vinë më poshtë në vit të 3, vinë në vit të 2 dhe vinë vitit parë. Janë 12 nxënës, për cilë sigurisht një pjesë e madhe kanë vazhdu shkollën e lartë, me sukses. Aty kemi, aty edhe më poshtë në djathtas me njëherë, është Fitim Tuzi sot, profesori i kontrabasit në shkollën e muzikës Prangjakova, djathtas. Po, Aranit Qela, Aranit më falë, ndjes, Balza, është edhe ai që ka marru student dhe me të cilët në një moment caktuar i kam pas më mrapa edhe student përveç që i kishim bërë bashkë sepse kanë ardhur pak me vonesë. Dhe profesor Rafaeli Tranjeri. Profesori është aty në mes, për cilin kishte domethënë diçka kishte një kontribut dhe një angazhim të jashtëzakonshëm. Agron Beri, kolegu më tjetër, më mrapa sipër është Shpresa Rusheta, dhe ajo ka marru studimet e larta Universitetit të Arteve, shkëlqim Rusja gjithashtu djathtas Shpresës. I përshëndesim të gjithë. Të gjithë. Janë diçka e bukur. Kemi edhe një foto tjetër. Dolores Bregu aty në më poshtë, edhe një studente pastaj më vonshme në Akademinë e Arteve. Kemi edhe një foto tjetër. Mirë, kaq. Do të thotë që ju tashmë e morët në dorë në një farë mënyre besimin tuaj në ecurin e këtij instrumenti, i cili dal nga dal gjithmonë më shumë po ndeste atë dëshirën e madhe, pasionin e madh dhe besimin se ju i përkisni pikërisht këtij instrumenti.
konkuruat në Institutin e Lartë të Arteve atëherë, sepse do t'i përmendim edhe me emrat e hershëm, fituat. Edhe ishit një student i shkëlqyer. Maksimalisht vlerësime për ju. Përndryshe, nuk do t'ishit saktuar me njëherë pas mbarimit të studimeve asistent profesor i klasës së kontrabasit dhe shumë shpejt pedagog i kësaj klase. Është kështu? E drejt. Por do të rikthem paksa më mrapa dhe njëherë, sepse me mirë kuptim kam sigurisht ndjeshmëri shumë të madhe në këtë periudhë të viteve të shkollës, të shkollimit tim 12 vjeçar në shkollën e muzikës. Sigurisht që u fokusua gjithçka. Ishte tashma, siç e përmenda, unë ishe pjesë, sigurisht edhe bashkë me shumë nxënës tjerë, që vinim në orën 5:30, 6 pa i qerek, përpara mësuesve, në shkollë. Hapim shkollën e muzikës. Çfarë studimi? Dhe e mbyllja unë bashkë përsëri me tjerë, mbasi kishim mësuesat në orën 8 të darkës. Me mirëbesimin që unë ishe një fëmijë i rritur aty në shkollë, mu më lënë edhe çelësin e shkollës. Dhe unë me çelësin në mjes e hapshe dhe mëllshe, derisa vinin tjerë. Nga kjo pikpamje dhe ishte thamë që përqendrimi total jemi bëri që unë që në vitin 82 me një nër foto që pam aty, unë mora pjesë, dhe sigurisht me iniciativën e Rafaelit, profesorit, në koncerte që organizoheshin në shkollën e muzikës, ora muzikore, nga gjitha klasat, studentët më të shuar, ose më të përgatitur, më të mundshëm për të bërë. Në një nër ato ishte në dhjetor të 82-shit, ku më mrapa, pastaj vazhdoj që u zgodha edhe në disa instrumente tjera, një nga e kontrabasi dhe shkum edhe në Durrës. Ban konkurim për të paraqit nivelin e shkollës tonë, dhe një nër paraqit ishte edhe kontrabasi. Pa diskutim, kjo u finalizua edhe me diplomën shumë të mirë, dhe vim tek garancia që më dha, besimi që më dha të vetvetja. Gjithë ajo punë, gjithë ai kontributi i punës bashkë me të gjithë mësuesit që ishin formimin në atë kohë, që ndikon në formimin tim, cilë sigurisht i kujtoj me shumë respekt, dhe erdhi koha që u bë konkurrimi në Universitetin e Arteve. Konkurimi asaj kohë, siç e dim, ishte i pakrahasueshëm, kishin shumë i fortë. Në rastin tim me më mirë që kemi kanë 12 ose 13 vete për 2 vende. Dhe kështu ishin edhe në instrumente të tjera, në rast edhe më të mëdha konkurime. Fatmirësisht dhe për të qenë shumë i vërtet, edhe shumë i saktë, unë në vetvete kishe 2 momente, kishe bindjen që dijet e mia, puna që kishin bërë me mua, do të përballoheshin, me siguri do shpërbleshin. Por në mbrëmsinë e një fëmije, një të ri, 18 vjeçar apo 19 vjeçar akoma, kishe një dilemë shumë të madhe. A thonë mund të jem pjesë e kësaj? Pra, a më thonë mund të jem një kandidat i dur, një element i dur që unë të përfaqësoj. Dileme natyrshme për të gjithë kandidatët. Por fakti ishte që pastaj me ardhen teme në shkollim, në mbas konkursit, unë jo vetëm që ishe, unë jo vetëm që u sigurova, unë vazhdova po me të njëjtin regjim, po me të njëjtin pasion, po me të njëjtin përkushtim, dhe pse jo edhe po me orët e mëdha të punës. Vazhdoj njëjtin regjim, të thot edhe në orën 5:30. Ju shkonte në mendje ai Beni që luante gjysmën e ditës edhe me futboll. Bishit ju më pas atë apo? Ja, nuk ishte e mundur për efekt kohor, në mendjen dhe në shpirtin tim sigurisht ekzistonte. Sportivitetin e keni shok dhe mik të mirë, po? Bile si jam rikthy më mrapa shumë vite vonë, pedagog, kur luaja në kalçeto më mrapa. Më pas. Se pasioni është pasion. Por në kohën e studimit ishte e pamundur. Ai fokusim i jashtëzakonshëm ju dha. Oret e pamundura që i bënim në studim me 6 orë, 7 orë në ditë ishte po. Prioriteti im parsor. Gjithmonë një këmbgulje, një punë e jashtëzakonshme dhe serioze, gjithmonë një përkushtim i madh, duke u bazuar edhe në talent, patyshim që në talent mund të ketë një curi të tillë.
ju e mbaruat këtë shkollim, shkëlqyeshëm dhe ju ndalën aty me njëherë. Besoj se ka qenë një vlerësim, por edhe një përgjegjësi që ju e keni marrë, sepse nga student në pedagog me njëherë, një pedagog i ri që ka frymëzimin e vet, po ka edhe përgjegjësinë, ka përsërisë jeta ka disa stade. Ky ishte një stad tjetër, apo jo? Po, është vërtet, ishte nuk mund të them se ishte e befasishme, do të them. Flitesh, diskutosh edhe në katedër, edhe nga profesori jem i ndjeri Filip Koleka, për cilën kam vlerësim dhe respekt shumë të madh. Ndjesh, diskutosh që për hir të duke mos qenë tash edhe modest, për hir të rezultateve të saksimit, për hir të rezultateve që unë kisha arrit, për hir të nivelit ku po shkoja, për hir të pasurimit të repertorit kontrabasit. Unë lujta dhe vazhdova që t'ishe eksperimental në thojza, nëse mund ta quaj, në shumë vepra të cilet profesor Filipi i bëni vetëm me mua, dhe vetëm unë i realizova në atë kohë. Pra në kjo u bë një pikpamje e madhe. Është tamam speciale kjo. Ju realizuat duke qenë student në vitin e tretë koncertin e parë recital për kontrabas. Besoj nuk mund të harrohet, apo? Natyrisht. Ajo pastaj hyn në datat ose në ngjarjet që për mua dhe për çdo muzikant është në ngjarjet më madhore të jetës personale, artistike dhe koncertore. Për faktin që si pasoj, siç thash, e një eksperimentimit vepre, repertori u pasuru, profesori i thash përpara, dhe ai i pa sigurt me vetveten, sigurisht duke qenë që mungonin shumë literaturë për kohën që dihet. Jemi në mangësinë shumë më, ai filloi dhe kërkonte që ta pasuronte gjithmonë nga pikpamja e zhvillimit teknik të kontrabasit. Por në mangësi ai kërkonte merrte si thosh nga instrumente të tjera. Dhe në disa vepra që u ban, unë i përgjigjesha nga pikpamja e punës, i besoja. Ju ishi instrumenti më konkret në realizimet e tij pedagogjike, apo jo? Pa diskutim. Ai bile si shpeshherë ma ka përmendur më mbrapa, më është falendëruar për fatin që e kam besu. Sepse jo gjithmonë shkonin gjërat ashtu siç i mendonte. Në një moment caktuar mund ta kthejnë, ta thosë nuk shkon kjo, ose kjo nuk bën, kjo nuk e arrin. Por ai kumbulte vazhdimisht. Dhe në këtë rast ai kulmoi me atë që ishte koncerti Saint-Saëns për violonçel. Ishte një befasi e jashtëzakonshme dhe një, të themi me bindje, edhe nga kolegët e tij në atë kohë, apo dhe nxënësit e mi paralel, e shifshin me shumë dyshim. Nuk mund ta lushti, nuk mund të lushti koncertin për violonçel Saint-Saëns la minor, si minor, për kontrabas i transitor. Sa është shumë i vështirë, është niveli i jashtë. Dhe sigurisht ai vazhdoi, unë vazhdova dhe kulmua me 10 maj të vitit 86 në një koncert recital në sallën e lidhjes shkrimtarëve me një pianist Eglant Hasa që jeton shot në Itali, që është shumë i talentuar, dhe mund të tham pa frikë që përveç veprave tjera që i lutën, por po flasim për pjesa më kulmore, mendoj që aty u çuditën apo u befasuan, pse jo, edhe ndrruan shumë mendje, duke filluar që nga shokët e mi të klasës, që ishte një sallë shumë plot për kohë. Fatkeqësisht nuk kam foto se jemi në 36-ën, duhet shumë mundësina, shumë pa mundësi. Besoj se keni qenë edhe shumë i ndjeshëm rreth shumë gjanave që fokusohen me instrumente. Kam vetëm flet volante që quheshin për atë kohë, dhe por kam kujtimet e njerëzve që ishte një sallë plot, ishin sigurisht në rreshtat e parë, përveç profesorit tim Ndier, ishin shumë titullar të asaj periudhe, që ishin Gëzim Laro,
i ndjerë shefi katedrës, Mustafa Krantja dirigenti, Bebi Kristilli pianistja, të cilët i kujtoj me shumë respekt dhe shumë nxënës tjerë, plot, siç ishte edhe dëshira dhe koha e asaj kohe. Megjithëse kanë kaluar shumë kohë, e mban ndonjëherë në dorë atë koncert ose pasazhe të tij? Nuk, jo. Për arsye, po përgjigjem për arsye. Po. Sepse nuk pata kohë dhe mundësi. Unë vazhdova në mënyrë periodike këtë. Mbas atij ne vazhdojmë prap tjera. Vepra më të vështira akoma. Po, vazhdojmë. Ishte një uri ushtua në këtë rast. Jo vetëm nga ana jeme, puna po ushtua edhe nga profesori, uria jon, etja jon. Zjarri pasionit për instrumentin ishte ndezur dhe kishte marrë një flakadam të madh. Edhe u inkurajuar. U inkurajuar me nga pikpamja e që po ne mund të bëjmë, pra, instrumenti bën. Ja edhe këtë që po ne po tentojmë të këtë ju e keni derdhur në punën tuaj si instrumentist, sepse më pas do të ndalemi më falë si pedagog, se më pas do të ndalemi tek instrumentalizmi juaj. 38 vite në klasën e kontrabasit. Ju jeni titullar i kësaj klase në Universitetin e Arteve në Tiranë, pra jeni numri 1 aty. Jam i vetmi, në fakt, edhe sigurisht janë shumë vite. Për të qenë i sinqert, në vitet e para, si besoj, si çdo njeri, nuk ke një ide të plot mbi mësimdhënien, mbi modelet e dura, mbi vetveten, nuk ke formuar akoma një individualitet personal, sepse je një asistent pedagog që deri para një viti, ose deri në qershor ishe student i diplomuar, dhe mas pak mujve je me njëherë në rolin e të kundërtin të katedrës, pra je në rolin e mësimdhani drejtuesit të studentit. Dhe vitet e para, sigurisht që unë i kishe një marrëdhënie, si thosh, shumë marrëdhënie miqësore, por duke pas në imazhin tëm idenat, vërejtjet, mënyrën, metodikën se si kishte punu pedagogu jem, apo edhe pedagogët e tjerë, dhe shumë detaje tjera. Natyrisht, mërshë pjesë në shkoja në klasat e disa pedagogëve të vjetër. Të ndjej Gjergj Antonia kujtoj shumë, sepse ai më mante vazhdimisht, më afronte dhe më ishte shumë mikpritës. Për të marrë pjesë në pedagogji, në mënyrën e trajtimit të cilat janë të përbashkëta, pavarësisht nga instrumenti. Po, janë 60 student që kanë kaluar në duart tuaja dhe ju natyrisht keni drejtuar formimin e tyre instrumental. Është vërtet, sepse unë vërtet quhesha asistent pedagog, në fillim, por në pikpamjet e titullit se ashtu ishte vendi i punës, unë nuk ishe asistenti askuj, sepse nuk kishe një të tjetër përpara me që unë të asistoja. Kështu që unë ishe me një normë të plot, të cilën e vazhdova gjithmonë me nga 8 studentë që quheshin, shumë për kohën. Me kalimin e kohës, sigurisht edhe unë fillova duke jo vetëm përdor apo veten dhe këshillat dhe imazhet apo sugjerimet edhe konsultimet me profesorët më të mirë që kishim aty, por fillova krijova dhe unë individualitetin tim. Gjë që ka kulmuar edhe në studimet tuaja, në botimet tuaja. Ju keni deri tani të botuara, po do t'ju pyes më pas për ecurinë në botime, 2 botime që lidhen direkt me instrumentin e kontrabasit, që janë natyrisht një vlerë, por edhe një ndimes shumë e madhe për instrumentistët e këtij instrumenti. Unë kam pas, do ta quaja pse jo, dhe shansin që duke pas kaq shumë pasion studimi, ishe në gjendje që ta menaxhoja shumë mirë. Edhe kohën e mësimit, edhe kohën e studimit për të bërë aktivitet koncertal, dhe më vonë, do të them goxha më vonë, atëherë vjen natyrshëm që bësh i vetëdijshëm që t'i japish edhe kontribut lesh edhe një gjurmë edhe në materialet të botuara
qofshin të didaktike, si që janë, kam 3 volume për ekstrakte të vepra të fragmenteve, të parteve orkestrale, të kontrabasit, për të gjithë veprat simfonike ose orkestrale të kontrabasit. Po kjo është një ndihmë e jashtëzakonshme, se është një busull ku mund të drejtohen. Siç kam edhe 3 volume tjerë të po ekstrakte, por të vepra operistike. Pra, ekstraktet e kontrabasit, veprat nga Mozarti, simfonia, Verdi, ato janë pjesa e kontrabasit ku studenti përpara se sa të hynë në lëndën e deshifrimit ose vështirësi orkestrale, ai e shef përpara këtë dhe shef edhe elementet caktuar edhe momentet ku duhet përqendrohet, çfarë duhet shohim atë. Sigurisht këta janë përmbledhjet e mia, nuk janë, duhet të jenë korrekt, nuk janë shpiket e mëdha, po janë përmbledhje e mëdha. Kjo është një ndihmë severe pedagogjike. Gjithmonë për të dhënë ndihmë procesin mësimor dhe sigurisht studentëve të klasës kontrabasit. Këto i shërbyn, besoj, në pjesën më të madhe të disa studentëve të mëvonshëm, të cilët, siç e thatë edhe ju, janë jo pak, po janë si vjet biles janë, kam 62 në saktësim. Ata janë shpërndam sot kudo, janë në orkestrën e Radio Televizionit Shqiptar, janë në orkestrën e operës, janë në orkestra edhe në për kufive. Po, patjetër. Në Europë, edhe unë jam apo shumë i gëzuar, tham jam shumë i lumtur, pse jo, kur ata janë sot deri në Izrael, po themi, apo në shumë vende tjera. Profesor Arben Basha. Ajo që mua më pëlqen të ndalemi është roli juaj në skenë si solist. Jeni solisti i vetëm në Shqipni, solist. Kemi blokun numër 2, regjia, dhe aty kemi disa foto në të cilat kjo është më tej, më pas, po, këtu. Por kemi blokun numër 2 të fotove, i cili ilustron më së miri këtë rrugtim si solist. Profesor Beni, besoj se keni çfarë të thoni për këtë. Janë shumë aktivitete. Solist në kontrabas nuk e gjejmë aq dendur. Përkundrazi, ju jeni vetmi. Është një fakt që instrumenti i kontrabasit nuk është instrument që i klasifikohet të instrumentet solistik, si që është violina, flauti apo shumë instrument tjerë. Për arsye të thjeshtë sepse është një instrument me përmbasa më të mëdha, me ndërtim të tillë, me frekuenca të tillë të tingujve, që më shumë është në pozicionin e familjes të violinës, në pozicionin që vjen violin, violoncel, kontrabas. Këto vijnë duke ul regjistrat e përrjedhoj gjithmonë. Pozicioni i tij gjithmonë ishte shoqërues. Kurse në vitet në mëvonshme sigurisht ka pas gjithmonë, jo vetëm në këtu tek ne, por në Europë ka pas tendencë gjithmonë, dhe sot sigurisht kanë arritur shumë më tepër, që e kanë afruar drejt kontrabasit, drejt instrumentit solistik. Sigurisht është e vështirë, sepse për ato arsye thash, për atë frekuencë të ulët, për atë trashësi të telave, për hapësirën e madhe të tastierës, oktavat e gjatë, e bën më të madh, ndasinë e intonacionit, pozicionet e duhura të mëdha për vështirësi intonacionit ka shumë më vështirësi. Por unë besoj, meqense e kam fillu shumë herët që më thash në të të dyshin atë dëshirën, më dha nxitjen. Dhe mbase edhe pse jo, edhe qëllimi edhe dëshira asaj që në vetveten time nuk arrita të bëja tamam atë që duhet në piano në kohën e dur, atëherë jam veshur gjithçka. Jashtëzakonisht bukur. Ky është koncerti i fundit në radhën, po qym në vitin 2024 në Akademinë e Shkencave të Prishtinës, në Orkestrën e Arqeve Albanika Akademia, që quhet, me maestro Eno Koçon, kur unë kam luajtur një në pjesët ishte me vepra të autorëve kosovar, dhe unë kam luajtur një vepër Rauf Dhomi Rondo, që quhet. Është e famshme. Po, është mjaft e një orë, është shumë e luajtur në vitet 80 në Shqipëri, ishte prezent, ishte vepër e shkruar për instrumentin e
e violonçelit, cilën e kam përfshirë në botimin tim më mrapa, edhe në librin tim ashtu aktualisht. Violonçelin e keni pak më mik për t'i transkriptuar veprat në kontrabas? Po, e vërtet, për afërsinë e regjistrave, për afërsinë e qelësit basit me cilë lexojmë. Por unë nuk kam hezitu, po kam kuraju dhe kam marrë nga shumë instrumente tjera. Për shembull, në librin e dytë që kam në botim, është një libër me vepra shqiptare, për cilën e kam vërtet shumë për zemër. Do të flasim pak. Por qëndrojmë tek skena. Ajo që është shumë e bukur është sepse ju duke qëndruar tek kontrabasi keni rrugtuar paralelisht në dy aspekte, ose edhe më shumë. Në aspektin pedagogjik, si pedagog në Universitetin e Arteve, por edhe si instrumentist solist, që kjo është unike, por edhe si pjesë e formacioneve, ansambleve, orkestrave, gjë që ju bën të pranishëm si instrumentist aktiv. Duke qëndruar në pjesëmarrje në orkestra apo në ansamble, ju keni përsëri një gjeografi dhe një hartë të bukur të koncerteve, rasteve të ndryshme, pjesëmarrjeve. Unë po përmend vetëm dy prej tyre me ansamblin e harqeve të Institutit të Lartë Arteve, ku jeni pjesëtar i ansamblit të harqeve që keni fituar çmimin e parë, po ashtu çmim të parë në ansamblin e harqeve të Orkestrës së Radio Televizionit. Ju lutem, regjia, është bloku numër 3 i fotove, i cili jep në një farë mënyrë. Kjo është një foto shumë e bukur. Ky është ansambli piano kuntetit i Universitetit të Arteve, me kolegët e mi Lorenzo Dovani, Arjan Paçun viol, Vojsava Mana piano, Zimbelegi violonçel, për cilin kemi shumë vite që koncertojmë bashkë. Kemi koncerte jo vetëm në Tiranë, por edhe në Shkodër, kemi ardhur në Shkodër në muzikë Smranjakova, edhe në Korçë kemi koncertuar në teatrin. Po njëkohësisht me te kemi pas edhe një moment si që përmendem kur ne kemi marrë pjesë në takimin e ansamblet muzikës dhomës në Elbasan. Po, është aktivitet që vazhdon, po. Jemi vlerësuar edhe me çmimin e ansamblit më të mirë. Por edhe më mrapa me një ansambl tjetër. Kemi foto të tjera, regjia. Jo, të ndryshëm, por megjithatë unë po ndalem pak e këtë disa ansamble të në orkestër që janë austriak, janë po përsëri me ansamblin tonë, besoj do të jetë në Korçë. Ato me këtë ansambel apo tjera jemi në disa aktivitete, formacione të ndryshme, janë këtu jemi në presidencë. Po ky është takimi i orkestrat harqe, muzikës dhomës, jam në 2021, ku jemi pjesëtar, tash unë aty jam i huazuar, në kuptimin, kam shku një psi pjesëtar. Kjo është një tjetër. Jemi në Venecia, në një kafe Florian, është Piazza San Marco që quhet, në formacionet ndryshme, është për një koleg Lorenzo Dovani, është maestro Roberto Radoja më mrapa, maestro Fatos Qerimi, këtu është një violinist i cili luante shpesh, ishin në kora që luashin në mjesin e Rai Unës Una Matina në atë kohë. Dhe ky ishte pjesëtarja se ne do ishim edhe më mrapa, por nuk arritëm të shkuam, po banim aktivitet dhe koncertat të ndryshme në për Itali. Kurse përse përket solistes, aktiviteti solistik po. Aty desha të ndalem edhe unë se me iku nga vëmendje, po sigurisht është pjesa që shumë espikaton të tosh. Është vërtet, është një pjesë e veçante imja. Cila është veçancia? Veçancia ishte sepse mbas inkurajimit që mora nga koncerti parë recital, unë vazhdova në mënyrë periodike, që do të edhe me njëherë, në 87, nuk po përmani shumë, vazhdimisht në 88, 89 vitet, pa fundsisht ishin recitalet të fundit, të pa numërta. Do më dhanë me kolegë të ndryshëm, me Fran Lufin në Tiranë,
që ishim edhe me përzierje nga pikpamja e edhe instrumenteve, po edhe këngëtarëve. Por, momente pastaj tjetër erdhi një vit që unë kishe bërë disa recitale, sigurisht kishe marrë satisfaksion, dhe ajo që më dha më tepër besim ishte kur nga kontakte që kishim me mas viteve 90, me kolegë të ndryshëm, me kontrabasist huaj, analog të në shkollave të ndryshme europiane, dhe në mënyrë të veçantë me një profesor të Konservatorit Superior Parisit të vitit 95, që unë kishe fatë ta kemi në këtë distancë afër, dhe ai më mante afër kur edhe bënte mësim, përveç që më ndëgjoi mua, më inkurajoi jashtëzakonisht. Aty thëmë drejtën më rikthy frika e viteve të konkurimit. Pra, vjen momenti tjetër thu, po mirë, jam për vetëm për Shqipërinë, apo jemi tashma në raportin e baraz vlefshëm me kolegët europian. Ai përkundazi. Unë kërkoja vazhdimisht për vestjerët, të lutem profesor, më jep edhe vreti këtu, më bën edhe, thotë s'ke nevojë. Një mrekulli. Diçka shumë sinqeritet. Atë unë kërkoj. Aty pastaj mora domethënë nxitje më të fortë për të vazhduar rrugtimin tim solistik dhe erdhi një ngjarje tjetër, nëse recitalet ishin startuar të 86-ën, po vazhduan në vite për çdo vit. Në vitin 2002 ishte 14 vjetori i Fakultetit Muzikës dhe unë mora pjesë pastaj si solist, por me orkestër. Edhe kjo ishte një ngjarje e bukur me dirigent Bojar Llapaj. Këto janë faqe të një libri që ju i shkruani vërtimisht, profesor Erbenik. Jo, s'kam rast i parë sinqerisht që e tham me shumë sinqeritet dhe me knatësi. E shkruani në curin tuaj, këtë e kam, sepse këto janë shkallë të rritjes suaj, e megjithatë. Ajo që unë dalloj, sepse Shkolla e muzikës i njeh nxënësit më të vegjël, më të rritur, brezat, është që ju keni mbet ai beni i dikurshëm, i thjeshtë. Pavarësisht e curive të shkëlqyera. Për ju, siç duket, Shkodra ka mbet një magnet i fuqishëm, megjithëse keni rrugtuar me ecurin tuaj artistike, apo jo? Po, është vërtet. Kam mbet dhe jam i bjën që jo vetëm që do mbesin, por do forcohet edhe akoma më tepër. Nuk jam dar asnjëherë. Kemi disa foto, bloku i parë numër 2, regjia, sepse këtu ke disa raporte me qytetin. Po, janë bashkëpunimet e mia që kam marrë gjithmonë. Këtu jemi me shoqatën Prenjakova, që quhet, po. Shoqata, ku është edhe kori polifonik me drejtues Gjon Sllakun. Jemi në një aktivitet të shumë që ata organizojnë, por jo të pakët që edhe unë kam marrë pjesë, edhe kam marrë gjithmonë me kënaqësi. Sigurisht jam prapë me kolegë të ndryshëm, të bashkuar, aty jemi Lorenzo Devani dhe unë nga Tirana, është Ilo Kanani, që është nga Italia, Fatos Mataj, mësuesi jon, dhe të dytën që nuk e kujtoj dhe nuk e shoh tham drejtën pak. Dhe vazhdojmë me fotot e tjera sepse nuk janë pak. Këto bashkëpunime pikërisht përse jemi po me njëjtën shoqatën. Kurse këtu jemi me aktivitetin me Shkollën e Muzikës. Ja do doja edhe një herë edhe një herë pak më përpara, po, sepse jemi me koncertin e madh kur ishte një përvjetori i 50 vjetori i operës Mrika. Dhe kam kënaqësinë aty sepse jam është orkestra simfonike, po e quhet filharmonike e sotëm, por edhe atëherë gjithmonë ka ekzistuar edhe përpara kjo orkestër dhe shumë vite. Aty jam në orkestër me fitimin që është sigurisht i pari aty, në mes është profesor Rafaeli që kemi, dhe unë jam pjesë të është një foto për me shumë kënaqësi, jemi orkestra e madhe. Aktivitetet pra Shkodra mbetet gjithmonë një atraksion i veçantë për ju. Një lidhje që do ta quaj e pandër për herë. Në mënyra të ndryshme. Ja, në momentin që flasim, jemi në muzeun Osokuka që quhet, kjo është orkestra e harqeve e Akademisë të Arteve të kohës që quhen, apo sot Universiteti i Arteve, dhe në këtë pikpamje desha të theksoj që nuk kam qenë prezant vetëm kur më kanë thirrë për një aktivitet caktuar, si shpesherë ka ndodhur, por kam qenë unë
Dhe sbashkut me kolegun tjetër Lorenzo Duani duhet ta theksoj të kemi ardhur shpesh dhe kemi sjell edhe aktivitetet tona në Shkodër. Siç janë orkestra Harsheve, kemi ardhur shpesh herë. Sa foto e bukur. Kjo është në teatrin Migjeni dhe këtu po luani Rondon e Raudhomi. Është një orkestër e bashkuar, një aktivitet i shoqatës Pranjakova me një shkollën e muzikës të Lorenz Antoni që quhet në Prizren, ku janë pjesëtar dhe pjesëmarrës instrumentist nga Shkodra, nga Shkolla e Muzikës, nga Universiteti i Arteve dhe nga mësues nga Shkolla Lorenz Antoni Prizren. Besoj janë emocione të veçanta, ju jeni në mesin e tyre dhe luani. Edhe këtu e njëjta jemi përsëri në Shkodër në katedralen e Shën Shtjefit që quhet, aktivitet shumë i bukur. Ambienti i Arkës, një ambient shumë bukur, jemi me një kuartet nga Bosnia. Që sigurisht ka marrë kjo është një foto e mrekullueshme, festa e liçenit. Kjo është sa artistike, aq ka shumë foto. Sa bukur tingëllon, të duket sikur tingu i kemi lut live aty. Ka qenë një aktivitet që kemi lut live. Festa e liçenit. Festa e liçenit, po, dhe në mënyrë shumë të natyrshme, njerëzit ishin ulë në gur përballë, njerëzit ishin të duket sikur ose ndaloheshin sipër nga rrugat të shkallës, uleshin poshtë, dëgjonin dhe ne lunim, domethënë me një jashtëzakonisht e bukur. Kjo është ajo ndjeshmëria ndaj vendit, ndaj rrajve, ndaj kësaj marrëdhënie shumë të bukur që ka Shkodra me bijtë e saj kudo që të ndodhen. Por ajo që mbetet dhe që është një në jetën tuaj artistike, profesionale, është ky instrument, kontrabasi, të cilit i keni dhënë shpirtin tuaj, i keni dhënë butësinë e timbrit dhe të tingullit, i keni dhënë forcën e rëndesës në mjaft roli që ai ka si instrument, i keni dhënë pasionin tuaj për të dhënë gjithmonë më të mirën dhe për të dhënë shkëlqimin. Keni studiuar fort, por edhe keni pasur rezultate të jashtëzakonshme. Besoj që kontributi jem ka bërë atë që në vendin tonë, pra krahas vendeve tjera, edhe unë u përpoqa dhe bëra më të mirën mundshme timen për ta nxjerrë instrumentin e kontrabasit si instrument jo vetëm shoqërës, por edhe solistik. Në këtë pikpamje unë vjen mirë sepse sot që flasim, unë kam të regjistruar në arkivin e Radio Televizionit Shqiptar, kam të regjistruar një mori veprash madhore të literaturës solisike të kontrabasit, ku mund të përmend sigurisht koncertin e Dragonetit, koncertin e Kuzevickit, koncertin e tubel koncertin quhet në të rast, Botezinit, koncertin e Dittersdorfit. Pra janë veprat më madhore dhe po të them 90% e literaturës solistike të koncerteve që luhen sot në gjithë botën. Dhe unë jam shumë i kënaqur që ato janë. Sigurisht kualiteti pastaj nuk më metet muzikun. Po unë jam ju i keni realizuar. Që janë sot edhe jam shumë i kënaqur që ato mbesin në arkivin ton, mbesin në literaturën e kontrabasit, mbesin si vepra që janë luajtur edhe në Shqipëri, jo vetëm në. Gjatë këtij rrugtimi, natyrisht njeriu është me veten e tij, sepse mbështetet në ato cilësi njerëzore që i ndjen, siç është serioziteti, këmbgulja, vendosmëria, por përkrah jush ka njerëz që ju përshëndesin, ka njerëz që ju mbështesin, ka njerëz që bëhen shpeshherë një pallto e ngrohtë siç është familja. Çfarë mund të thoni për këtë mbështetje që ju keni ndjerë në rrugtimin tuaj? Pa diskutim që edhe për mua në mënyrë të veçantë mbështetja e familjes është determinante.
Domethënë, më fal se nuk duhet përdori fjalë kështu. E vërtetë është përcaktuese. Përcaktuese. Shumë thjesht do ta përcaktoja që do ta filloja me mbështetjen e zakonshme të nanës teme. Ndjes past. Edhe që me shumë sakrifica, me shumë përkushtim, kishte një vëmendje të jashtëzakonshme për shkollimin tim. Kishte një nuk kam fjalë të përshkruaj, por si shumë nanat. Në veçantë dhe kjo sigurisht ka vazhduar më mrapa dhe unë jam shumë i kënaqur që ja shpërbleva atë dëshirë, atë mund, atë anër të saj, sigurisht për të shifte aty ku ajo faktikisht ka marrë pjesë, unë e kam pas edhe në disa foto, por nuk e pruna sot, kur ajo ka marrë pjesë në koncertet e mia solo dhe ndjesh siç e pretendoda në qiellin e 7. Por jo më pak vazhdojnë edhe familja, në vazhdimsi që ju keni krijuar. Unë kam sot gruaja me djali, cilët kanë Lulieta dhe Jurgen. I përshëndesim nga kjo studio. Janë mbështetës të jashtëzakonshëm. Gruaja për shembull në mënyrë shumë të natyrshëm ka bërë për kujdese të jashtëzakonshme, bile e konsideronte koncertet e mia si festa. Që do të thotë, mbas koncerteve të mia, me iniciativën e saj, shpeshherë në mbas koncerteve në sallën e pedagogëve që ne kemi, ajo ftonte kallaballekun në thojza, pra spektatorët miq të ardhurit, njerëzit e dashur apo shoqëritë të ndryshme, i ftonte që të pinim nga një gotë, një koktej, pra dhe gjitha këto ishin me spenzimet familjare, pra tonat. Kjo është dashuri, kjo është mbështetje që njeriu e merr kaq miqësisht, kaq bukur. Dhe kjo familje ka bërë edhe tjetrën që edhe librin që unë kam botuar për shembull, unë kam pas domethënë shumë dëshirë për ta bërë, dhe kur erdhi momenti që nuk gjeja ose nuk ishte aq i aftë për kërku sponsorizim e thojza, nuk ishte në natyrën time për të krijuar tilla. Atëherë më ka thënë me shumë bindje që po, do ta bëjmë nga vetë. Dhe pagu një X para, jo e vogël, por nga buxheti i familjes për të botuar librin. Kjo është mbështetje e gjithë. Kështu që unë e vërtet i vlerësoj dhe i falenderoj pamas. Patjetër që ky rrugtim është i pandalshëm. Ju me siguri keni plane në aspektin pedagogjik dhe në aspektin koncertist. A mund të më thoni diçka për këtë? Sigurisht që unë nuk pushoj se menduarin rrallë parë, edhe pse jo, edhe pse duke pas gjithmonë dëshiren, sa të kemi edhe shëndetin Mashallah. Shëndetin në gjitha pikpamjet, edhe kam, po, nuk më lehen vazhdimisht dëshira, dhe kam dy objekcione të, do t'i quajë jo të vogla. Të parin e kam një kërkesë dhe një dëshirë, një bashkëpunim edhe njerëz si solist me orkestrën e radios, televizionit shqiptar, me një vepër që nuk po e ekspozoj për momentin, por është një që më kam metë në vëmendjen time, kam luajtur dikur, kam luajtur në diplomën time, është edhe në ato vepër sensacionale që nuk mendoj se do ishte për kontrabas. Dhe para kjo, dhe dyta, kam në dorë në këtë rast, e konsideroj për shumë vitesh, një botim për librin e kontrabasit që do ta quaja kontrabasi, por gjithmonë një botim teorik. Pra, që nga linja, historia, shkollat, ndryshme përfaqësuesit, ku në këtë rast pjesa e huaj nuk përban në një përthemi në ngjarje sidomos sot, ama vështësia dhe dëshira jeme që kam shumë vite që i kontaktoj me njerëz në Shkodër, në Tiranë, me personazhe që edhe nuk jetojnë, apo në fatmirësisht kam marrë shënime, kam marrë shumë konsultime, është pjesa shqiptare, dukja kontrabasit në Shqipëri. Historia shqiptare kontrabasit. Pra dua që edhe instrumenti i kontrabasit në Shqipëri, përveç tjerave që kanë që ndëgjojnë, të ketë një historik të shkurtër, ku është duk për herë parë, ku shkan kanë herët e parë, mësuesat e parë, në për shkollat e muzikës, në për qytete, në institucionet e ndryshme, kulturore, të asaj periudhe,
të qendrave të kulturës, të shtëpive të kulturës, të institucione më vonë të më të mëdha, siç janë teatri opera si baletit, orkestra e televizionit, filharmonit e qyteteve, pse jo, të përfshihen edhe ti evidentoj. Ju nuk ndaleni, profesor Arbeni, dhe kjo është një moto që ju jep gjithmonë frymëzim, ju jep gjithmonë ecuri të shkëlqyer edhe të suksesshme. Natyrisht në një bisedë të tillë, sado që të zgjas ajo, kur nuk mund të jetë shtërruese. Pra pasaj gjithmonë janë ditë të mbushura me emocione. Pra pasaj janë gjithmonë njerëz që kanë hyrë natyrshëm në jetë dhe që janë bërë pjesëtar të rrugtimit në periudha të caktuara, dhe mbi të gjitha është mirënjohja. Unë duhet ju falenderoj shumë. T'ju falenderoj shumë që erdhët sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe ndahat me ne këtë rrugtim kaq të bukur për të cilët jo vetëm ju, por edhe ne si shkodran ndjehemi krenar. Ju uroj vetëm ecuri të mbara, shëndet e mbarësi ju dhe familjes suaj, e natyrisht gjithmonë suksese në rrugtimin e pandalshëm. Edhe unë jam shumë falenderues për gjithçka. Ne njihemi prej shumë kohësh bashkë, ndajmë të njëjtat emocione paka shumë dhe sigurisht ndjen respekti edhe unë konkretisht, por me lejo të them që është në intervistat më emocionuese, më mikpritse dhe që unë vetë e kam mikprit shumë për faktin e thjesht, sepse thash jam në Shkodër, jam qytetin tim, në atë që kujtoj me kënaqësi që më ka formu, më ka bë, pse jo, ky që jam, për cilën ajo jam sot edhe krenar. Mbarësi dhe suksese gjithmonë, profesor Arben Basha. Faleminderit.